Të dashur shqiptar, autori më i shquar i gjuhës shqipe ndoshta është Petro Zhej, jo vetëm për faktin që ai ka bërë një vepër për rolin mesianik të shqipes, por sepse ai është përkthyesi më i mirë i gjuhës shqipe, ka përkthyer mbi 30 vepra të autorëve të shquar botror dhe sidomos veprat e Leon Tolstoit. Vepra më e bukur e tij, Ringjallja. Dhe gjatë leximit të Ringjalljes u ndesha në një fjalë të jashtëzakonshme që quhet monopati. Përdoret shumë rrallë në gjuhën shqipe, por është përdorur. Dhe në faqen 208 unë lexoj pikërisht këtë fragment. Karvani sajave që vinin larg njëra pas tjetrës, kur 2, kur 3 së bashku, shkiste pa zhurmë, por me vrap nëpër një monopat pyesh, herë të lartë, herë të ulët, me bredha të mbuluar tej për tej me borë. Pastaj në faqen 253 është një fragment tjetër. Pas vajzës kaloi një muzhik duke përplasur me zhurmë mbi dheun e ngjeshur të monopatit çizme të trasha me gozhda. Shumë e bukur, apo jo? Dhe tani unë bisedoj me inteligjencën kompjuterike dhe pyes, a është fjala monopati shqipe apo e huazuar nga greqishtja? Dhe thot, vërtet është e huazuar nga greqishtja, vjen nga monopati, që në greqisht është krijuar nga fjala mono, që do thot i vetëm, dhe pateo do thot eci. Pra këtë fjalë ka futur në gjuhën shqipe i madhi Petro Zhej. Është fjalë nga greqishtja. Nuk ka qenë në gjuhën shqipe. Kjo fjalë është përdorur edhe nga autorë të tjerë shqiptar të jugut, nga Korça, nga Përmeti, nga Skrapari, por jo nga autorët e veriut. Pra ka hyrë nga gjuha greke në gjuhën shqipe. Inteligjenca kompjuterike thotë që autorë të tjerë kanë përdorur këtë fjalë, Stereospase, i lindur në vitin 1914, vdiq në vitin 1989. Është një autor tjetër shqiptar, Mitrush Kuteli, lindur në vitin 1907, ka vdekur në vitin 1967, është nga Korça. Po ashtu dhe Dhimit Shruteriqi, studiues i gjuhës shqipe, historian, linguist i jashtëzakonshëm, ka futur fjalën monopati, ai lindi në vitin 1915 dhe vdiq në vitin 2003. Por lista shumë e gjatë, këta vetëm nga disa autorë shqiptar nga jugu që kanë futur fjalën monopati dhe ndërmjet tyre edhe i madhi Petro Zhej. Siç e shikoni në monitor, fjala monopati vjen nga greqishtja bizantine, nga monopation, që është fjalë përkëdhelëse, një lloj si fjala ilire Olkinion, emri i qytetit të Ulqinit. Epidamnion, emri i Durrësit. Dyrachion, po ashtu emri i dytë i Durrësit, është emër përkëdhelës. Pra, këta emra përkëdhelës gjenden në greqisht dhe në ilirisht. Dalminion është kryeqyteti i dalmatëve në Kroaci. Është krijuar një lloj si monopation. Pra ilirët flisin helenisht, u bindëm. Fjalë përkëdhelëse në helenisht, fjalë përkëdhelëse në ilirisht. Tani ky është një zbulim epokal, kuptohet, dhe i madhi Petro Zhej që bëri pikërisht veprën për rolin mesianik të shqipes, nuk e bëri këtë zbulim kaq të thjesht. Pra, nuk është e lehtë të jesh gjuhëtar. Tani kuptohet kush është giganti më i madh i gjuhës shqipe. Unë kam vuajtur jashtëzakonisht shumë nga fakti që ju them të drejtën shqiptarëve, ju them të vërtetën, dhe prandaj bë një jetë të vetmuar. Praktikisht një jetë të syrgjynosur. Nuk arri dot t'u ja shpjegoj shqiptarëve atë që kam bërë për ta. Shpesh shikoj ëndra të lemeritshme dhe kur gjeta fjalën monopati, u zgjova në mëngjes dhe do t'rregoj ëndrrën time të llahtarshme. Ëndra është pak a shumë kështu. Rash në gjumë nga zhurma e shiut që ecte me majtë e thembrave të tejdukshme në monopatin pranë kasollesime. Skeletet përplasin kafkat e tyre në derën time. Pashme të merë nga dritarja sepse nuk po binte shi. Vetëm korniza dhe përplasje skeletesh. Një brymë trash mbytse sikur bota të ishte mbështjell me pëlhur varrimi. Pastaj erdhi çarja. Kockat e gishtit tregues u coptuan të parat. Mbërtita, por nuk doli as një zë njerëzor.
Nofulla ime u shqye, duke u shtrirë, duke u zgjatur në një sqep të përthyer. Gishtat e mi u kthyen në kthetra të lëmuara me thonjë të errët. Pendët shpërthyen nga lëkura ime si tehe që shponin mishin, secila duke përshpritur në një gjuhë që nuk e dija. E ke bërë këtë gjë dhe më parë. Isha kthyer në një shqiponjë me kokë njeriu. Pendët e mia ishin me ngjyrat e gjakut të tharë, sytë e mi, 2 gropa që pasqyronin 1000 perëndime dielli. Poshtë meje, malet e mallkuara, bjeshkët e namuna, përdridheshin si ngjala. Pemët nuk kishin gjethe, por gjemba që dilnin nga toka dhe lumenjtë rridhnin me damar të dendur dhe të zinj, duke mbytur kockat e qyteteve të harruara. Një zë jo imi, jo njerëzor, më përshpriti në vesh. Ti po kujton fjalët që huazove. Ti po kujton shijen e tyre. Pastaj toka u hap me nxitim për të më pritur dhe unë nuk isha më gjuetar, por një kafsh që vrapon. Krahat e mi u shndruan në gjymtyr në mes të fluturimit dhe unë rash në lumë ku uji ishte i thellë dhe i ftohtë, aty ku vorbullat kishin duar të ftohta dhe shtrënguese. Më tërhoqën poshtë dhe ndërsa u mbyta, trupi im u thërmua në copa. Çdo fragment një fjalë që e kisha përdorur më parë. U zgjova me një pshertim. Goja ime ishte plot me shijen e hekurit dhe gjakut të vjetër. Duart e mia kapnin çarçafët, pastaj shtrëngonin puplat e jastekut me thonjë. Jashtë, shiu ende nuk po binte, por tani unë isha i mbytur në djers. Kënga e gjinkalave tingëllonte si një e qeshur e marr. Pra kjo është ëndra ime e djeshme dhe ju lutem të dashur shqiptar, më dërgoni ëndrat tuaja në letrat tuaja sepse kam ndërmend që t'i botoj sepse ëndrat shprehin frikën tonë të fshehur, dëshirat tona të fshehta, ankthet tona më të mëdha. Pra ankthi më i madh është ky, që un kam bërë fjalorin e gjuhëve indo-europiane, të gjuhës shqipe, e kam botuar falas në vitin 2004 dhe akoma Akademia Shkencave të Shqipërisë nuk e përdor. Ky fjalor është një përkthim. Kam bërë disa shtesa të vogla për gjuhën shqipe dhe enciklopedinë e Ilirishte se kam futur aty, që nuk ka qenë. Dhe këtë enciklopedi kam nxjerrë nga fjalori Stefanusit të Bizantit, i prodhuar në shekullin e 6 erëson në Akademinë e parë të botës në Bizant, në Konstantinopol. Tani ju lutem, shumë, përpiquni ta kuptoni që unë bëj çdo gjë për gjuhën shqipe. Unë kam sakrifikuar jetën për gjuhën shqipe. Prandaj ju lutem në komentet tuaja bëhuni njerëzor. Mundoni të kuptoni sakrificën e madhe që kam bërë për gjuhën shqipe. Ju faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.